Mirë dita dhe mirë se vini në emisionin folklori i trojnave shqiptare. Këtu që unë Shaban Baksi, realizues i këtij emisioni, jam munduar dhe do të mundohem gjithsesi që të jemi pranë juve dhe me juve, sepse tash këtu për momentin jemi në rrugën për në fshatin Koliç i Shkolaj. Kështu që ne këtë fshat do ta gjirojmë tër fshatin dhe do t'i gjirojmë edhe rapsodet e trojnave shqiptare, por sidomos do të përqendrohemi me rapsodet e fshatit Kolaj, fshatit Koliç pra. Shikues të nderuar, gjatë këtij emisioni do të shohim shumë çka sa i përket këtij emisioni dokumentar për fshatin Koliç. Ju faleminderit. Jemi duke shkuar në fshatin Koliç, në kilometrin e 10 në rrugën Prishtinë-Keçekoll. Në qafën e bunorët të thatë ndahet rruga afër fshatit Kolaj, e cila të drejton në qendrën e fshatit Koliç. Për afërsisht 22 kilometra, kjo rrugë lidh treven e Prishtinës me atë të Medvezhës dhe të Leskovçit, lindje Perëndim dhe treven e Gjilanit me atë të Podjevës. Këtu pranë me dhe pranë jush e kem edhe gazetarin nga fshati Koliç, i cili do të na flet sadopak për fshatin Kolaj. Pra e kem Sami Shaqirin. Zoti Sami, na tregon neve sepse bukur shpesh e ke përmend fshatin tuaj, e tash na erdhi radha që ti na tregon diçka për fshatin tuaj. Po, Shaban, fakt, je që ka përmend veç me ty e të kom lodh të të folë për Koliçin, po unë jam prej atyne që kom pas fatin me jetu me punu dhe me studiu në 3 shtete, Norvegji, Shqipëri e Kosovë dhe je shqipindu në qenëveri, Norvegjis e deri në Prevez, Shqipëri, ju kam folë për Koliçin e po shumë kanë njoft mu e një edhe Koliçin, kanë të gjithë shumë për ti. Por shkak se për mu është identitet, spori. Kur shumë, atëherë fshati Kolaj, pra Koliçi është një hapësirë bukur e madhe në territorin e saj, që konsiderohet si i dyti në komunën e Prishtinës dhe kufizohet me Keçekollën, Ballabanin, Fush Dyzin, me Halabakun, me Sharbanin dhe Radasheqin. Dhe një pjesë të Keçekollës. Pozita gjeografike dhe rolet e këtij fshati janë territor malor rreth 75% e sipërfaqeve e mbulojnë malet, kurse 25% e mbulojnë fushat, livadet dhe arat. Pika më e lartë është afër trafës së tensionit të lartë të rrymës në Stallov, ku jemi duke shkuar për në Koliç, ndërsa pika më e ulët është te livadet trojet e Hoxhës, quhet Hoxhës Sef. Arritëm këtu në fshatin Koliç, në lagjen Bicaj, ku është dikun 5 kilometra prej që kemi hyrë në këtë fshat. Në këtë emision për Koliçin do t'i paraces në mënyrë kronologjike të gjitha familjet të cilat kanë mbiemra të ndryshëm, por në fakt të gjithë janë të Koliçit, ku në këtë fshat janë 4 lagjet e Koliçit, por me mbiemra të 4 gjysherve dhe babgjysherve. Pra këtu jemi, si tham, edhe më lartë në lagjen Bicaj, ku do të shkojmë në për të gjitha lagjet e fshatit Koliç. Jemi pranë një shtëpie që është djegur në luftën e çlirimtare të Kosovës në vitin 1999. Kështu që këtu në këtë lagje kanë jetuar shumë nga ata të cilët kanë dhënë kontribut të veçantë për shumë çka që është e jonja shqiptare. Këtu është mal i cili janë fshehur dikuar në konat edhe më të hershme, më të lashta, edhe kanë qëndruar besnik qeshtës kombëtare të gjithë ata që kanë jetuar në këtë lagje.
Këtu në lagjen Ahmeta i kemi ardhur për të vizituar këtë lagje dhe për të na treguar diçka Shaban Ademi, i cili është banor i kësaj lagje, i këtij fshati. Na Ahmeta është këtu e Knena. Knena jemi dinë vetë. Na bojmë pjesë në lagjën e Ahmetaje. Kjo i ka, pe shkolle i ka një 500 metra. Kjo lagje. Jemi këtu në oborën e shkollës Tefik Çonga në fshatin Koliç, ku nxënësit e kësaj shkolle kanë qenë janë dhe do të mbesin ata të cilët kanë dhënë një kontribut shumë të çmueshëm të çështjes kombëtare për shkollimin e tyre në këtë fshat. Në këtë fshat ka qenë edhe nxënësi që kemi pranë ekraneve, pranë jush, pranë neve, e kemi Sami Shaqirin, i cili do të na tregojë sadopak për këtë shkollë dhe këto të gjitha çka i kanë para po dikur herët që në këtë shkollë do dalin 3 e të reja dhe do të shkojnë edhe deri në Parlamentin e Kosovës. Në fakt kjo shkollë është një nostalgji, sepse këtu ka pas shumë nxënës, kemi qenë 8 klasë komplet, po ka 2 paralele, edhe kjo bërë ka vlu prej Bledëve nga nxënës, sikur Bledë ka pas shumë, dhe që është më interesante nga kjo shkollë ka ndarë shumë kuadrat zot që kemi pas më vonë në Prishtinë, që kemi sot, që kanë qenë drejtues të ndryshëm në për shkolla, në për institucionet Kosovës, edhe pika më interesante që e kujtoj gjithmonë është tek ata mësues që kanë dhënë mësim këtu, që po një me kanë qenë patriot, edhe aje që të mbjen men me 29 nëntorin, që ka qenë festa e shqirimit Jugosllavisë, nga që ka qenë ajo, ne na thoshin mësuesit ka dale, edhe pse këtu shkruan të 29 nëntorin, na thoshin ka dale, festa jonë është 28 nëntori, pak ma me zotull, edhe këtu ka bo që na kanë dalë shumë patriotë në shkollë. Tefik Çonga që është aty, që e marrim po me vonë, e kemi pas këtu në mur, dhe të këtu ka pas vargje që të kanë inspiru shumë, ka pas konkurrencë të madhe, si në sport, kemi dalë fitues në për kuizë, nxënësit e Koliçit kanë qenë gjithmonë të mirë, edhe ka pas aktivitete sportive, ka pas grupe muzikore, të lejlëshme, ka qenë shkollë shumë interesante në fakt, ka qenë diçka që në atë kohë, se na nuk kemi pas pushimin Halkidikës, sikur ta fëmijët sot, në të dojt kemi shkuar në pushim, po kur shkojshëm të dojt, në Lapi ishte total ndryshe, ato njohuri që ne i marrshim këtu, këta nuk i kishin atje. Edhe që tash edhe pak më herët na kanë ndihmuar shumë që kemi ndjek televizionin shqiptar dhe jemi informuar shumë çka po ndodh në Shqipëri, edhe pse ka qenë pak tinza, pak kështu ne kemi pas informacion jashtëzakonshëm. Pra shikues në nderuar, ndëgjuan nxënësin e kësaj shkolle, Sami Shaqirin, i cili na rrefej për këtë shkollë dhe punën e kësaj shkolle edhe të arriturat e nxënësve të tyre që kanë dalë nga kjo shkollë, pra Tefik Çonga të Koliçit. Hap pas hapi erdhëm deri te lagja Ramaj këtu në fshatin Koliç. Këtu është tash për tash më i vjetri, është Xhelil Rama, i cili ka dhënë një kontribut të veçantë për çështjen kombëtare, ka punuar, punon dhe do të punon tërë jetën, sepse ja ka kushtuar atë dheut edhe të gjitha të mirave që janë kombëtare. Këtu në këtë lagje ka patur, edhe do të ketë gjithnjë ata të cilët kanë lënë gjurmë të pashlyeshme të kombit shqiptar. Pra, në fshatin Kolaj, jeta në fshat e lidhë ngusht me natyren, me qetësinë, me arin e pastër banorë që janë shumë miqësorë dhe me pritës. Fshati Koliç e vizitojnë mjaft turistë e huaj dhe shqiptarë nga diaspora. Ata mbesin shumë të kënaqur nga mikpritja dhe nga bukurit e këtij fshati. Pra, me pak fjalë, ky fshat është një fshat i kompletuar me tradita kombëtare, kultura dhe mjaft me gjëra të veçanta për nga bukuria për traditat tona së të vjetra, sidomos për folklorin dhe këngën folklorike kënduar nga rapsodët më të vjetër deri me ditët e sotme. Pra, këtu në këtë lagje kanë kënduar shumë rapsod
dhe sot janë përcjellë në përpreza ku janë vëllezërit e Romaj, Gjevdet e Roma dhe Neze Roma. Pra, rapsodet të cilët sonte për juve do të këndojnë disa nga këngët e tyre. Arritëm deri te dy lagjet që këtu në fshatin Koliç ndodhet lagja Shaqiraj dhe lagja Gogjufi. Këtu në këtë lagje kanë dalë shumë nga ky fshat, nga këto lagje, ata të cilët kanë mësuar, kanë kontribuar, kanë punuar dhe çdo gjë që është e mirëfillt nga ky fshat është dalë. Kështu që në lagjen Shaqiraj kemi intelektual, kemi shumë çka të cilët në mënyra të ndryshme janë duke punuar në Kosovë, po edhe në rajone tjera të Evropës. Ne sot do të jemi me juve me këngët e këtij fshati, me rapsodet e këtij fshati, të cilët do të na argëtojnë me këngët e tyre. Ndodhemi në lagjen e Shaqiraj dhe këtu në fshatin Koliç. Fshati Koliç është fshat koordinor malor të cilin e përbejnë kodrat, malet, livadhet edhe lumenjet. Livadhet kositen vetëm një herë në vit. Lumenjet nuk janë të pasur me ujë sepse gjatë verës kur bën vap ata shterrin. Malet janë të pasura me disa lloje druri si ahu, bungu, shkoza, qari, bredhi, brekia, pisha dhe shpari. Fshatarët e këtij fshati edhe kësaj lagje Shaqiraj përdorin drurin për djegje, tani për ndërtimtari nuk e përdorin. Pastaj drut që janë ahu, shkoze, bungu e qari i shesin në vend aty ku i presin shesin dhe mal, dhe disa i shesin në tregun e Druve, në Prishtinë dhe në vizitet e tjera, ku qytetarët i përdorin për djegje gjatë dimrit. Prej livadhave që kositen barin e thatë, bëjnë son dhe të prisin ndonjëherë e shesin. Banorët e fshatit Kolaj mbjellin kopshte me perime fasule mishër. Fasulën e përdorin për nevojat e tyre dhe bojnë tregti. Arat janë të shpërndarat sipas lagjeve. Ato i mbjellin me mishër, fasule, gruar, tërshër, e me par i kanë mbjell edhe me thekër pra. Banorët e këtij fshati Koliç kanë mbajtur kuajt, por tani nuk i mban askush, sepse sot kanë marrë mjetet të bujqësisë, siç është traktori i Sami Shaqiri këtu në lagjen e Shaqiraj në Koliç. Pra, sikur të nderuar, sado pak jemi duke shpalosur një bibliografi, si thëmë, të fshatit Koliç, sepse kanë mbet disa gjëra për pa u pa, apo për pa u lexuar, apo pa u shikuar. Kështu që unë Shaban Boksi, realizues i këtij emisioni, ju dëshiroj argëtim sa më të këndshëm, sepse edhe nëpërmes këtij emisioni normal që kemi rapsot të këtij fshatit të cilët do të na argëtojnë me këngët e tyre. Ju falenderoj shumë.